Membli Kelmendin e kemi drejt për drejt, i cili do të na informojë më shumë për sukseset dhe punën e palotshme që është bërë edhe ndër vite, por posaçërisht gjatë 2025-s. Mirë se erdhe Membli. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Kënaqësi shumë e madhe me qenë pjesë edhe me ndonë mëngjesin bashkë me juve. Kënaqësia është e jona patjetër dhe Po duku nga njerë dhe nga Prishtina, mos rri vetëm në Pej. Po vim Prishtinë, bilem sot kam marrë Prishtinë sepse i kam provat sepse jam i angazhuar në një shfaqje në teatrin kombëtar, kështu që do të vim pas ditë mirë, po do të më shfrytëzoj natën për me kompozu, prandaj. Okay. Nuk merren ndryshe çmimet. Nuk merren ndryshe, po punove natën. Natën edhe ditën. Patjetër. Membli ky vet ka qenë i mirë, besoj edhe për ju, por po besoj ndoshta dhe rrethanat politike dhe kanë bërë që ndoshta vrehet pak më zbet, jo për shkak të mospunës suaj, po për shkak të rrethanave tjera, edhe sa i përket pjesëmarrjeve dhe çmimeve të cilat natyrisht tek ju lidhen çdo herë me pjesëmarrjen, po morët pjesë, çmimin e keni të garantuar. Pikë së pari doja ta quaj një vit të suksesshëm për neve, ndër lidhje e suksesit ndër vite, sepse siç e dini kemi pasur rastin me shpalose pothuajse çdo herë bashkë me juve sukseset të cilat i kemi me korin i kemi realizuar me korin siparanton për gjatë të gjithë këtyre viteve. Mirë po, megjithatë ky vit doja ta konsideroj që është një vit jashtëzakonisht i suksesshëm sepse kemi pasur projekte si zakonisht dhe kryesisht të karakterit ndërkombëtar. Vërtet duhet të theksoj pjesëmarrjen tonë në sallën prestigjioze të Filharmonisë së Berlinit, ku Kori Siparanton ngjitet për herën e 5 me radhë. Kësaj radhe do të thotë bashkëpunimi vjen me kompozitorin dhe pianistin botëror Ola Eilo, ku koristët tonë kanë pas rastin me u ngjitë në skenë bashkë me koristët të tjerë. Njëkohësisht do të thoya që edhe për mua ka qenë privilegj bashkëpunimi me vetë kompozitorin, e mbi gjitha kur më është dhënë mundësia për me dirigju njërin prej veprave të tij botërore, vepra që njihet botërisht. Pastaj do të thoya udhëtimi jonë në Greqi, në Selanik, në festivalin ndërkombëtar të korave. Pastaj vjen festivali i korave në Danimark. Dhe i fundit ka qenë pjesëmarrja jonë në festivalin internacional të korave në Tajland. Me që rast duhet ta theksoj se vetëm në këtë festival Kori Siparanton ka marrë 2 shpërbime, medaljen e artë dhe çmimin Outstanding Storytelling, që është çmimi special i cili është ndarë vetëm Korit Siparanton në mesin e gjithë pjesëmarrësve nga gjithë bota, që tregon edhe një herë dhe pasqyron suksesin dhe ato të cilën na po e dëshmojmë tash disa vite. Ndryshe sa çmime për këtë vit, gjithsej? 4 apo 5? Vit janë 4 çmime vetëm për këtë vit, mirë po deri më tash janë 21 çmime. Për një, ja pas na huq për një. Mund të lidh me pyetjen e juaj në aspektin sa ka ndikuar politika, natyrisht ndikon, mirë po megjithatë ne kemi pasur përkrahjen me që kemi qenë fitues në kategorizimin e parë të Ministrisë së Kulturës, domethënë Kori Siparanton edhe vitin 2026 është pjesë e kategorisë së parë në thirrjet për subvencione, prandaj kjo ka bëu më atlet, më thënë të drejtën. Mirë po megjithatë gjetja e donatorëve për me realizu projektet e tilla ka qenë tepër sfiduese, sepse siç e dini Kori jonë është kor vullnetar dhe funksionon tërësisht mbi baza vullnetare. Dhe nuk jemi pak, jemi 52 anëtar të Korit Siparanton, edhe me thonë të drejtën nga një herë mbi ajo bara, të cilën nuk kisha dashur në asnjë moment me pas do thotë selektimi i anëtarëve të Korit për shkak të kufizimit të buxhetit, prandaj kjo nganjëherë më ka vënë situata të vështira, mirë po megjithatë kemi gjetë mirë kuptim. Përpos aktiviteteve ndërkombëtare, ne kemi pasur edhe aktivitete vendore. Ndoshta do të veçoj 2 prej tyre në pjesëmarrja jonë në festivalin e këngës së RTK-s, ku është hapa festivali me Korin Siparanton, me Këngë Moj, të Musapi Perkut, dhe bashkëpunimi me Tunën, dhe së fundi, do thotë 2 javë, më pak se 2 javë, ne vetëm sa përfunduam koncertin tonë në kishën Zoja Këshillit të Mirë në Klin, dhe ka qenë një koncert vërtet jashtëzakonisht i mirë, dhe jam shumë i lumtur që kemi arrit me realizu edhe këtë, dhe natyrisht me përmbyll këtë vit.
E në festivalin e këngës në Shqipëri kanë ftuar ndonjëherë me që vjen gjatë kësaj jave njës, pikërisht pas nesër. Keni pasur ndonjëherë ndonjë ftesë, do dorin të ishit aty? Jo, për natyrisht për neve do të ishte kënaqësi pjesëmarrja në festivalet e tilla, sepse ne kemi nevojë megjithatë që jo kemi nevojë mirë, po mendoj që do të ishte e natyrshme dhe do të ishte e bukur sikur pjesëmarrja jonë tjetër dhe në festivalet tona. Mirë, po megjithatë këto festivale janë të karakterit tjetër, duhet përmendim, sepse janë të një zhanri tjetër, prandaj inkorporimi i korit mendoj që do të ishte interesant si pikë mysafire, ku ta di, ndoshta mund të jetë ndonjë ftesë interne. Më thuaj, për shkak të buxhetit këtë vit për shembull, me që folëm, keni pasur ndonjë mos shkuarje ta quajmë kështu, pra ju kanë ndaluar të mos shkoni në ndonjë aktivitet ndërkombëtar, vetëm për shkak të buxhetit, sepse edhe financat, qeveria, ngërçi politike të tjera kanë ndikuar, që ju kanë thënë për shembull është e pamundur të shkoni. Natyrisht në adresën tonë të korit Siparantum, me thonë të drejtë me shumë modesti, po them që është e pamundshme që brenda një jave mos më ardhë një ftesë ndërkombëtare. Prandaj kjo ana buxhetore neve na bën qenurit selektiv, edhe duhet shpeshherë është e vështirë me ditë se ku duhet më shku dhe ku nuk duhet më shku, sepse megjithatë kjo është një network, një rrjet të cilin na kemi ndërtu prej vitit 2016, natyrisht unë edhe më herët, sepse jam inkorporu në këto lidhje edhe më herët, mirë, po megjithatë kemi pas festivale ku për shkak të buxhetit nuk është dashur me shku, mirë, po I kemi lënë si mundësi për vitet e ardhshme, domethënë si mundësi që kori Siparantum të ngjitet në festivalet në të ardhmen. Mirë, po megjithatë mendoj që ne kemi përmbushur 95% ato pikat të cilat ne kemi vendosur në vitin e kaluar, se ku duhet jetë kori Siparantum për vitin 2025. Mirë, po megjithatë ajo që ka qenë problematike e potencova dhe më herët është që për shkak të buxhetit neve është dashur me kufizu numrin. Për shembull, ka qenë hera e parë që në Danimark në festivalin e koreve dhe garat evropiane për çmimin e madh të koreve Grand Prix of Nation European Choir Games. Për neve ka qenë udhimi I parë që na është dashur me qenë vetëm 21 anëtar të korit. Tash imagjinoj edhe 31 anëtar të tjerë janë eliminuar. Natyrisht kjo vërtet na ka penalizuar artistikisht, ne kemi arrit me marrë medaljen e argjend, mirë, po jam bindur që po të kishte qenë edhe pjesa tjetër, ne do të kishim marrë edhe medaljen e artë. Mirë, po megjithatë ne pjesëmarrja jonë ka qenë shumë e rëndësishme, edhe me thënë të drejtën do ta konsideroja gabim nëse nuk do të kishim e shku. A ka ndodhur ndonjëherë për shembull, më fal, ka ndodhur ndonjëherë që vetë artisti I korit ose prindëri I tij ka dashur ta paguajë për shembull, qof biletën, qof fjetën, e ka thënë që nuk duhet të mungoj vajza ime apo djali im aty, ose vetë ai. Po, kom pas 2 herë raste të ngjashme, mirë, po me të thënë të drejtën unë nuk I kom lënë për me arë, sepse nuk më ka dok në rregull që dikush nëse ka mjete financiare atëherë duhet marrë, dikush nëse s'ka duhet mos më. Nuk më ka dok e arsyeshme me vepru në atë mënyrë, po flas jo unë, po është ka qenë edhe vendimi I bordit, sepse nuk ka marrë një vendim të tillë unë. Mirë, po megjithatë kemi gjetë mirë kuptim, sepse jemi pajtu me ato se këto zëra duhen për këtë festival, këto zëra duhen për këtë projekt. Prandaj tashmë ne funksionojmë si një familje, sepse është e pamundshme që brenda një jave ne mos takohemi të paktën një herë. Megjithatë, nga një herë edhe disa herë, prandaj kjo bën më të kuptueshme din situatën për shkak të rrethanave nga një herë që ne ndodhemi edhe koristët kuptojnë realisht. Po, megjithatë, kjo ndarje e bën një farë lloj selektimi, ndoshta që ndonjëherë dhe mund të tingëlloj keq, ndonjëherë duket paksa dhe pa drejt. Kjo mund ta prish në një farë mënyrë edhe atë funksionimin e mirë si familje të cilin po e bëni. Andaj, duke ditë që e thatë edhe pak më herët si një korë që keni filluar pra me baza vullnetare, keni pas bashkëpunim me institucionet tona që të institucionalizohet një farë mënyre e posaçëresht kur keni treguar që jeni shumë të suksesshëm edhe në këtë mënyrë se si veproni? Kemi pas diskutime të shumta
Mirë po me të thënë të drejtën, unë jam kundër institucionalizimit të korit. Për arsye se e dim që politika ndikon në shoqërinë tonë, dhe mendoj që në një të ardhme të shkurt, kori siparantum do të vendosen në një pikë tjetër, ku ne duhet realisht të nështrohemi një burokracie, një sistemi të cilin kori siparantum nuk do ta kishte rrugtimin në të cilin e sot. Prandaj ne jemi të pavarur, edhe funksionojmë në ato se ne ku duam shkojmë, ku duam të performojmë dhe çka duam të performojmë. Mendoj që nëse puna jonë do të institucionalizohet, mendoj që ndoshta do të ishte më e lehtë në disa pikat e tjera, në disa rrethana të tjera, do të krijonte një stabilitet më të mirë të anëtarët e korit, edhe do të kufizon orare strikte, anëtarët e korit kanë orar pune, paguhen për punën që bëjnë, mirë po megjithatë, marr parasysh rrethanat që jetojmë dhe që i nuhasim çdo ditë, do të thoja, mendoj që puna institucionale nuk kishte me qenë më e bukur për korin siparantum. Prandaj e bukur në punën tonë është që shpesh anëtarët e korit mund të mërziten, mund të gjejnë një mundësi tjetër, nuk duan të vazhdojnë rrugtimin tonë, e lanë dhe hapin një mundësi të re për një anëtar tjetër, një anëtar të ri. Edhe mendoj që kjo është pjesa më e bukur, sepse çdo herë hapet një derë për një artist të ri. Prandaj unë nuk e shoh korin siparantum, do të ishte e bukur sikur ne do të gjejmë donatorë, do të kemi mbështetje më të madhe institucionale, gjatë të cilën nuk është ajo të cilën realisht do duhet ta kishte një kor i cili ka sjell 21 shpërblime vendit tonë, kulturës tonë, dhe do të thoya që e bën historikisht korin më të suksesshëm shqiptar. Mirë po duke marrë parasysh jo vetëm shpërblimet, mirë po marrë parasysh edhe skenat prestigjioze që kori siparantum ka hap, ka shkel dhe ka hap mundësi të reja. Tash do të ishin edhe në vazhdim, edhe disa prej koreve vetëm kanë filluar me u formu, mirë po mendoj që kori siparantum është një model, edhe do të konsideroj një motivacion shtesë edhe për të tjerë se si duhet me rrugtu në grup. Nuk po flas për ansamble korale, mirë po flas përgjithsisht për punën tonë në shoqëri si grup. Marr parasysh që ne si individualista vërtet kemi shumë të mirë po puna në grup është shumë më e rrallë, veçanërisht kur flas për aspektin vullnetar. Prandaj mendoj që puna më e bukur dhe me shumë dashni bëhet kur njerëzit e duan, edhe dedikohen për ato të cilët të vinë. Por po mendoni se vetëm me përkrahje, me sponsorim, do me thënë pa ndonjë marrëveshje tjetër, mund të vazhdoni me më shumë suksese dhe me financa më të mira, sepse natyrisht edhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Po, natyrisht, unë jam që edhe kërkoj realisht bëj thirrje që kori siparantum të ketë një qasje tjetër, të ketë një qasje të sparit të krijojnë kushte të punës. Ne sfidojmë ende në thjesht ne shfrytëzojmë një lokacion, duhet ta falenderoj shumë Fllonza Tarokun, me cilën na ka mundsuar që provat tona të mbojmë në qendrën kreative Dugaxhinin e Pej. Ndërsa mirë po megjithatë kushtet e punës janë edhe të tjera, duhet të kemi për shembull ne edhe sot nuk i kemi një pianot e cila do të na kishte shërby me posë, çdo herë duhet me improvizu me piano elektrike. Ose mirë po megjithatë unë do dua që ta kemi një përkrahje më të madhe institucionale, konform projekte të cilat ne do t'i realizojmë në vijim. Mirë po thash që kjo për mua më e bukur është puna në këtë formë se sa puna që do t'ishte me qenë institucionale. Ku ta diun si do të vijë një korist tjetër ose një koriste tjetër në një audicion, ose nuk është qëllimi që t'jem unë mirë, po thjesht unë nuk besoj në atë pjesë. Unë besoj që puna më e mirë dhe më e pavarur është kështu si jemi. A jetohet me një pagë nëse je koriste? Jo, nuk besoj. Pa bërë një punë tjetër ose? Mendo për kore të tilla, vullnetare. Jo, absolut, mirë po megjithatë unë shpesh i them koristëve. Po flas edhe për vete, po flas edhe si membri. Ato të cilën e merr prej këtij rrugtimit nuk paguhet. Eksperienca, edukimi, skenat që prek, përvoja, gjithçka që merr prej këtij rrugtimi nuk blihet me para. Këto e kemi diskutuar x herë dhe
Edhe imagjinoj një antar i ri, një 16 vjeçar që është e pjesë e korit separantum deri me tash për shembull ka prek minimalisht 5 ose 6 shtete të tjera. Edhe ka qenë pjesë e skenave më prestigjioze botërore ku janë gjitë emrat më të mëdhenj. Mendoj që është një diçka që është jashtëzakonisht e bukur për jetën e secilit prej nesh për me qenë pjesë e këtyre eksperiencave. Prandaj jep mundësi, kjo është e mira, ndoshta nuk pagut, jep mundësi për avancime të shumta. Sigurisht që po, sepse ne çdo herë kudo që shkojmë, ne krijojmë edhe ura lidhëse bashkëpunimi me dirigent, kompozitor, muzikolog, të tjerë edhe kore të tjera, dhe ideja është që koristët tonë të krijojnë edhe ura bashkëpunimi edhe me kore të tjera. Për shembull, njëna prej tyre mund ta përmendi një rast që kanë qenë shumë raste të ndryshme, mirë po njëna prej rasteve mund ta përmendi ku koristi jon, të cilën e kam mik edhe shok shumë të mirë, Shaban Behramaj, që aktualisht është edhe antar i Filharmonisë së Kosovës, për shembull, kur ka qenë natyrisht në një koncert me korin separantum, me njerë i është ardhur një ftesë ndërkombëtare dhe tashmë është ai pjesë edhe një ansambli vërtet të rëndësishëm edhe shumë të suksesshëm në Gjermani Koros. Prandaj kanë ardhur besoj edhe ftesa edhe tek të tjerë, edhe mundësia edhe tek të tjerë, mirë po kjo është sa din thjesht edhe me shfrytzu një rrugtim të tillë. Sa doja ty pyesja që si ja mbushni mendjen duke qenë të ri, të talentuar që të kthehen kur janë në një skenë të madhe për shembull evropiane që t'i ktheheni përsëri në Kosovë. Natyrisht që unë çdo mundohem me i rujt këtë, do të thoja, kredibilitetin e korit, të cilin na kemi ndartuar për gjatë këtyre viteve. E bëni me kontratë, duhet të shkojmë të kthehemi. Nuk kemi pas raste të tilla, përpes nëse dikush është tërheq për shkak nëse ka qenë smut, ose nga njëherë nëse nuk e kalon dikush për ardhë, mirë po, këtja e dyta pak me humor, mirë po, jo, me gjithatë gjithare ka funksionu shumë mirë, edhe uroj që edhe kështu të vazhdon atë të tje. Po besoj që ka konkurencë nga ana të rinjve që të bëhen pjesë e korit separantum, dhe kjo falë punës madhe që e keni bërë, po e them pa modesti, ti si membri dhe tërë ekipa tjetër. Po, edhe në thirrjen e fundit na zakonisht hapim audicione ose thirrje për antar të ri 2 herë. Është brenda rregullorës së korit. Njëna prej thirrjeve është në mes të muajit gusht shtator dhe e dyta do të hapet besoj në mes të muajit shkurt. Kësaj rrode kemi pasur vërtet zëra që kanë konkurruar shumë mirë, po për shkak të kufizimit të limituar të numrit të antarëve të korit, sepse megjithatë është shumë e rëndësishme që ta kemi një balancë në mes meshkujve dhe femrave dhe mbi gjitha mes zërave përbërëse për brenda korit, ne është dashur me qenë selektive, kemi marrë 3 antar të ri në këtë thirrje. Besoj që do të hapen mundësi edhe për zërat e tjera, varësisht edhe për situatës të cilën gjendemi, besoj diku rreth muajit shkurt. Prandaj ne çdo herë kujdesemi, mirë po dua ta përmend edhe një element tjetër që është shumë e rëndësishëm, sa ndikon në korin separantum tek brezat e rinj, një pyetje të cilën mendoj që është shumë e rëndësishme me pas edhe për antarët që janë pjesët e korit të fëmijëve separantum kids. Ne kemi edhe korin e fëmijëve ku janë aktualisht 30 antarë të korit të fëmijëve. Imagjino 6 prej tyre për brenda 3 viteve të fundit kanë kalu prej korit të fëmijëve separantum kids te kori i të mbejve. Prandaj mendoj që kjo është pjesa më e bukur edhe investimi më i madh që ne po e bartim ndër vete. Prandaj mendoj që kjo është një diçka shumë e bukur sepse ne po investojmë në edukimin e bukur, po investojmë në punën në grup, që është shumë e rëndësishme, edhe po investojmë për zhvillimin e kulturës edhe për zhvillimin edhe të brezave të rinj. Mendoj që kjo është një pjesë shumë e rëndësishme edhe një diçka që po ndodh. Një investim, kjo është investimi. Investim. Po, dyshim, kjo është pjesa më e bukur, definitivisht. Po, një pyetje e kam. A ka ndodhur ndonjëherë kur keni dalë kështu jashtë dhe kjo pjesa selektive kë më marr kë jo për shkak të financave? Po besoj që kjo paraqet sfidë në vazhdimsi. Kur ka pas hidrime, nëse mund të them, pa kënaqësi dhe kjo pa dashjen e ju ndonjëherë mund të ngloj që dikush po avancohet më shumë e dikush po mbetet pak në nhije. Dhe këto diskutohen vazhdimisht në tavolina të antarëve të korit.
nga njëherë duhet mos me i ndi, nga njëherë duhet mos me i marrë vesh, duhet me vazhdu... Ndonjëherë ndoshta mi dëgju. Sidomos... Nga njerë duhet me bisedu, nga njerë mendoj që s'duhet me bisedu, prandaj është një farë psikologjia në brenda udhëheqjes. Memli, sidomos kur ndërhyn prindrit, aty është problemi. Kur ndërhyn prindrit për fëmijët që janë në mosh. Me thonë të drejtën nuk kom pas asnjëherë një rast të tillë. Kjo është e mirë që një farë lloj vedisimi po bëhet, sepse kjo ka të bëjë me vedisimin dhe me qenë korrekt, edhe nëse mendon që diçka nuk është shumë e drejtë, ndonjëherë duhet me prit dhe me lanë mundësinë rastin për radhë të tjera, mos me ungut shumë sepse prishet gjithçka më pas. Unë kom pas një rast që dy raste mund të më i përmend, njëra prej rasteve është kur njëri prej anëtarëve të korit thjesht është dëshpëruar në momentin kur ne ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk kishim pas mundësi me inkorporuar brenda listës për shkak të selektimit të zërave dhe për shkak të numrit të kufizuar. Edhe në një moment e pyeta thash nëse dëshiron korin si parantom, edhe don me zemër mendoj që një udhtim 3 ditor për një projekt të tillë nuk kish dashur me ndiku kaq shumë të tillë. Prandaj nëse vjen për një projekt të tillë mendoj që sa duhesh me lën korin si parantom, por mendoj që kjo ka ndiku drejt për drejt. Edhe kemi pas raste të tilla kur koristët mund ta shfrytëzojnë një udhtim, për shembull, mund të thënë me qevullator dhe nuk ke si ti sanksionosh, dhe në fund të fundit kjo është e drejtë e secilit që të vendosë për rrugtimin e vet, edhe për mua është krejtësisht normale sepse ato secili ka bindjen e vet. Mund të jetë që mund të fjen pjesë në një festivali, për shembull në Tajland, pastaj e lëshojnë korin për një qëllim edhe ikin edhe vazhdojnë me rrugtu diku tjetër. Prandaj ka edhe të tillë që mund ta shfrytëzojnë një titull të tillë, mirë po rrugtimi mendoj që është shumë i shkurt. Sepse vizioni jon është shumë i gjatë se sa një udhtim që ka qenë ku ta diun në Danimarka, në Tajland apo. Pyetja ime e fundit është, a ka shpresë një 50 vjeçar të jetë në kor apo duhet me qenë fëmijë, i ri, i re? Ne kemi një 52 vjeçar dhe një 72 vjeçar. 72 vjeçar. Realisht kur është nisë kori si parantom, është themelun mbi bazën e anëtarëve të cilët kanë kënduar në korre të ndryshme. Po, që kanë pas përvojë. Edhe që kanë pas përvojë, edhe në korrin e qytetit të PS ose edhe në korre të tjera. Për shembull, ka qenë Fatmir Bayraktari, presidenti i parë i korit si parantom, që ka qenë eminent në kohën kur ka këndu, ai ka qenë edhe anëtar i korit si parantom, pastaj Burim Kasapolli, që edhe sot është kryetari i bordit, ka qenë anëtar i korit Collegium Cantorum, dhe thotë korit e parë kosovar, dhe pastaj kemi pas Eleonorën kemi pas po ashtu Zamire Selimin, shumë të tjerë të cilët janë inkorporuar brenda punës tonë, mirë po aktualisht e kemi Tomorin dhe Burim Kasapollin. Tomori aktualisht është kryetari i korit. Janë do të thotë plus 15. Edhe 72, interesant kjo. Edhe 72. Mirë po megjithatë tash janë më shumë të ri, do thotë që janë inkorporuar brenda punës tonë, edhe po më pëlqen ajo të cilën po e mbajmë dhe po zhvillojmë për brenda. Dhe po ka përgatitje të shumta, gjeneratat e reja po i kushtojnë rëndësi dhe kjo po vrehet çdo herë më shumë që ka zëra të mirë dhe punë e madhe që bëhet me ta. Mund ta zgjasim shumë këtë bisedë, por nuk du me përfundu megjithatë pa përmend ju i keni planet më herët edhe që atë vitit 2026 disa nga pikat se unë s'po them ku do të merrni pjesë, po ku do të ktheni çmime nga atje. Viti 2026 është 10 vjetori i korit si parantom. Prandaj do ta kemi një javë që i dedikohet korit si parantom. Ne po i lojmë surprizë sepse kemi dëshirë në atë javë ju pas gjitha përcjelljen e gjitha aktiviteteve posaçërisht me dijumin e juaj dhe juve, sepse di që vazhdimisht tash sa vite përcjellni edhe runi me fanatizëm edhe punën tonë, edhe përcjellni edhe tek shikues dhe dëgjues të juaj, gjë për cilën ne vërtet jemi falënderues, që do ta kemi një javë të korit si parantom, një javë të aktiviteteve të korit. Mirë po do të jenë edhe 3 udhëtime ndërkombëtare, për shkak që konfidenciale me që ende nuk janë bërë publike.
me që ende gjithë Bullgaria korit është 0 euro dhe nuk e dim se ku do t'jemi. Prandaj po shpresojmë jemi duke punu me projekt menaxherin dhe stafin udhëhec të korit, një pjesë të madhe, një background shumë i fuqishëm i korit stiparantëve që punojnë natë e ditë që me kriju standard dhe me kriju një stabilitet edhe më të mirë. Ta shohim se si do t'jetë rrugtimi jonë, mirë po janë 3 festivale të karakterit ndërkombëtar, 3 festivale ku ne nuk kemi qenë më herët pjesë e tyne, edhe një diçka që Kosova do ta vendosë një pikë edhe një kthes tjetër të re, pse jo që në të ardhmen të krijohen edhe ure të tjera lidhëse edhe për të tjerët. E kuptuam, 72 vjeçari do të bëhet 10 vjeç, vitin që vjen në kor. Suksese! Faleminderit shumë, vërtet ju falenderoj shumë punën edhe për gjithçka që po bëni për artin edhe promovimin e kulturës tonë. Faleminderit edhe një herë, suksese në tutje dhe kemi dëshirë të bashkëbisedojmë me ata të cilët posaçërisht e bëjnë krenar Kosovën kudo nëpër botë. Patjetër.